Reshjet e shiut me intensitet të lartë kanë përfshirë të gjitha bashkitë e qarkut Shkodër, duke shkaktuar probleme në disa zona. Sipas prefektit të qarkut, situata më problematike paraqitet në bashkinë e Vaut të Dejës, ku raportojnë përmbytje banesash në njësitë administrative Bushat, Vaut Dejës dhe Hajmel. Në bashkinë Vaut Dejës deri tani raportohet se janë përmbytur 100 banesa. Poroi i Glinës ka bllokuar unazën e Vaut të Dejës dhe po përparon me shpejtësi, duke krijuar një situatë të vështirë. Gjithashtu problematika raportohen edhe tek Harku i Bërticës në afërsi të rrugës kryesore Shkodër-Tiranë. Kryebashkiaku Kristian Shkreli, i cili ka zbritur në terren për të inspektuar situatën nga afër, thotë se bëhet fjalë për të paktën 100 banesa që tashmë janë në ujë. Lumi i Glinës ka dalë nga shtrati dhe uji ka vërshuar në banesat e banorëve, siç shihet edhe në pamje. Janë rreth 100 shtëpi që kanë prezencë të ujit. Domet janë të mëdha në Bakti dhe Shpend, koshere të bletëve. Shpresojmë të mos rrezikojmë jetën e njerëzve sepse situata është mjaft e rëndë. Stafi i bashkisë është në terren, është për krah njerëzve. Besoj që çdo gjë do shkojë mirë në evakuim, por shpresoj të mos kemi nevojë për evakuim, tha Shkreli. Për shkak të rreshjeve të dendura të shiut, Asht, Kosmaç dhe Barbullush janë pa energji elektrike. Ekipet janë në terren dhe po punojnë për rikthimin sa më të shpejtë të furnizimit me energji. Në bashkinë Fusharrës janë raportuar rënje gurësh dhe inertesh në rrugët rurale, si dhe prezencë uji në disa akse rrugore. Ndërkohë, drejtoria e ujitjes dhe kullimit Lezhë njofton se pavarësisht të rreshjeve shumë intensive, prej rreth 150 mm në 24 orët e fundit, nuk janë konstatuar probleme në kanalet e kullimit, argjinaturat mbrojtëse apo në digën e rezervuarit Shkodër. Në njësinë administrative Gurizi Qëndër po merren masa për pastrimin e urës dhe përrojit që ka shkaktuar problematika, si dhe janë vënë në dispozicion mjete shtesë për ndërhyrje. Gjatë gjithë natës Shkodra është përfshirë nga rreshje të dendura shiu, të cilat kanë shkaktuar disa problematika në njësitë administrative Bërdic dhe Gurizi. Në terren janë angazhuar 3 mjete në zonën e Gurit të Zi dhe 2 mjete në Bërdic, ndërsa ekipet e bashkisë Shkodër po punojnë pa ndërprerje për menaxhimin e situatës dhe rikthimin e normalitetit shumë shpejt, njofton kryebashkiaku Benet Beci.